Veli Harxhi, firmotari i Pavarësisë me autor Fitim Çaushi, është botimi promovuar këtë të mërkur në Vlorë. Të pranishëm historian, shkrimtar dhe dashamirës të librit, kryetari i shoqatës Labëria Ahmet Demaj theksoi se ky është një libër të reqës, pasi Veli Harxhi ka qenë një nga intelektualët e kohës. E lexova me vëmendje në respekt të personazhit Veli Harxhi, shumë tërheqës libri dhe dallues në firmtarët e tjerë për kontributin intelektual të dhënë në kohën që jetoi dhe me detyrat që kreu. Shprehem me shumë respekt për autorin Zoti Fitim, për angazhimin e tij serioz për të sjellë publikut një material të pastër, material konkret, të vërtet dhe të argumentuar me arshivën qendrore. Dhe me kaq respekt për punën që ka bërë profesor Gaçja, që ka përgatitur parathonjen, Zoti Nasip Kaçi dhe Bernard Zotaj, si recenzent të librit. Drejtori i Muzeve të qytetit të Vlorës, historiani Skënder Spahiu, foli për vlerat e Veli Harxhit. Intelektual dhe atletar të tillë si Veli Harxhi e kuptuan këtë situatë dramatike për kombin shqiptar, dhe qysh në vitet 1910 u impenjuan dhe me lëvizjen në vise shqiptare, lëvizjet armatosura për të bërë ballë kësaj fortune të kohës si rezultat i shpërbërjes së perandorisë otomane. Qysh në moshën studentore, kishte njohur Albir Frashërin, Naim Frashërin, Dervish Himën, Hasan Prishtinën, Hasan Tasinin, Aziz Gjirokastrën, e të tjerë patriot dhe rilindas, të cilët me atletarinë e tyre ndikuan në formimin e ndjenjës dhe ndërgjegjës atletare dhe universitare të këtij personaliteti, të ideve dhe mendimeve të rilindjes, dhe me porositë e Ismail Qemalit dhe Hasan Prishtinës, ai u vendos në qytetin e Vlorës në krah televizjes kombëtare. Parathënia e këtij libri është përgatitur nga Bardosh Gaçe. Studiuesi i njohur theksoi se brenda librit janë 3 autor, ndërsa Fitim Çaushin e ka cilësuar si historian të klasit të parë. Nuk është një autor si Fitim Çaushi. Janë 3 autor. 2 në sipër dhe një fitim brenda librit. Së dyti ndos një çudi me Fitim Çaushin. Këtë historian të klasit të parë, se sa herë nxjerr një vepër, shton rreth vetes njerëzit xhelos, deri në Akademinë e Shkencave. Dhe unë tani i thash piktori ta pikturoj Fitimin në rrugët e Tiranës dhe mbrapa Fitimit 40 zagar që ndjekin mbrapa. Guximi intelektual, serioziteti, skrupuloziteti e kanë karakterizuar në gjitha studimet e tij dhe atë më të fundit për luftën e dytë botërore në Gjirokastër që e ka në porën e pjekjes. Vetë autori i librit Fitim Çaushi theksoi se është shumë mirënjohës për gjithë pjesëmarrësit në këtë aktivitet, ndërsa foli edhe për vlerat e librit. Libri nuk është i autorit, është i atyre burrave të mëdhenj që bën gurin e themelit për shtetin shqiptar. Ndaj atyre ne kemi shumë detyrime, sepse jemi pjesë e veprës së tyre që na garantuan këtë Shqipëri dhe këtë ardhmëri për vendin tonë. Kështu që është merita e tyre. E dyta është merita e Bardosh Gaçës, i cili më orientoi dhe më dha detaj që nuk njiheshin, por që ai kishte në arkivin e tij personal. Dhe treta është meritë e gjithë atyre shokëve të mi që gjatë konsultimeve e plotësuan librin. Kështu që të gjithëve dhe juve dhe këtyre unë jam shumë mirënjohës. Të pranishmit në aktivitet u përshëndetën edhe nga një prej familjarëve të Veli Harxhit, Jasim Ibrahimi, i cili foli edhe për historinë e rrugëtimit të Veli Harxhit. Veli Harxhi mbaroi studimet në Stamboll dhe Ismail Qemali e zgjodhi si një djalë të zgjuar që meritonte shumë gjëra dhe e mbajti shumë afër. Bile e zgjodhi edhe si drejtor për perëndimin. Ishte koha kur perandoria turke ishte në falimentim. Pavarësia e Greqisë, sulmet e Serbisë, sulmet e Malit të Zi ndaj Shqipërisë ishin të shpeshta. Serbët kishin ardhur në Elbasan, Malazest kishin pushtuar Shkodrën, Grekët kishin pushtuar Epirin e Veriut, Gjirokastrën deri në Skrapar. Në këto kushte, klubi i Stambollit e ndjente veten të
angazhuar, sepse veziri i Istanbulit në atë kohë ishte shqiptar, ishte Nakanina, dhe ministri i jashtëm ishte Ismail Qemali. Librin për firmotarët e pavarësisë, Veli Harxhin ja kushtoi mirës bashortes së ndjerë dhe të shtrenjtë, thot autori, ndërsa vlen të theksohet se ky është një libër shumë interesant, pasi sjell ngjarjet e asaj periudhe, si dhe firmotarët e pavarësisë, ndërta edhe Veli Harxhi, i cili ishte edhe një intelektual i asaj kohe. Libri është mjaft interesant, një libër monografik, kompleks, ku dritësohet jo vetëm figura e tij kombëtare, por edhe tabloja e Shqipërisë në vitet 1878-1912.